erdha para 2-3 ditëve në Kosovë dhe erdha për pushime bashkë me familjen time, të shoh familjarët e tjerë dhe gjithashtu kushërin, të bëj disa punë që i kam këto Kosovë. Por nëse flasim për risin e fundit, sigurisht që këtu përmendet diplomi i Rinës në Fakultetin e Muzikës. Ishte një ndjenjë fantastike, u shlirova shumë sepse ishte shumë punë e madhe dhe shumë punë e rëndësishme dhe aktualisht unë punoj si mësuese muzikës. Kam punuar edhe më parë para se diplomohem, po edhe në këtë moment punoj me fëmijë të vegjël, i mësoj muzikë dhe gjithashtu i ndihmoj mi arritat qëllimin e shëndetit mendor, fizike dhe të tjerë me fëmijët e vegjël. Rina Mëtutje thotë se ndëron të jetë pjesë e skenave gjigante të kompeticioneve si Festivali Këngës në Radio Televizionin Shqiptar apo të tjera. Por keq nuk ja ka lënë, ajo shpall fituese me projektin muzikor 10,000 Miles në netet e klipit shqiptar. Nuk e besoj shahit që më kanë thirrë me emër, por ishte në moment kënaqësie, ishte një ëndër me të vërtetë, sepse gjithmonë kam pas qef të jem pjesë e ndonjë galla dhe të fitoj ndonjë çmim, kështu që ishte shumë fantastike që më kam vlerësu qatë shumë në atë këngë. Shumë kisha pas qef të marr pjesë edhe në Shqipëri, besa edhe në Kosovë, po gjithashtu edhe filon. Ku të shkoj, ajo përfaqësimi do të jetë shqiptar, ashtu kështu. Ate kemi ngacmu pak edhe për jetesën në Finland, ashtë para gjykuar Rina për të prejardhjen që ka. Do njëherë jam paragjyku për shkak se jam e huj, për shkak se e kam, tregimin ndryshme nga të tjerë, por shumica e njerëzve edhe më kanë vlerësu, edhe më kanë dashur siç jam. Po pavarësisht situatave gjithmonë ku më ecë përpara, gjithmonë jam mundu me punën time, me personalitetin tem, që mos dalem të shkoj sipas ëndrave të mia. Januzi flet pak edhe për konkurrencën në treg, cilat janë 3 gjërat të forta që Rinës ja ka mësu ky pasion që ju bë dhe profesion. Trisa edhe që më ka mësu është që ti jesh e fortë. Do të thonë që ti jesh e durueshëm, çdo sfidë, çdo skenë, çdo situatë, që asnjëherë mos dorëzohesh kur. Edhe e dyta që më ka mësu është që ti marrësh këmbët tokë. Do të thonë mendjen të qartë edhe këmbët tokë, sepse duhesh ti falenderosh dhe ti dojsh çdo njeri që ki përreth. Edhe mos ti harrosh ato gjërat që je falenderuese. Edhe gjëra e tretë të jesh vetvetja. Të jesh vetvetja dhe mos ndryshosh për askënd. Unë synimet i kam pak më shumë internacionale, jo veç Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e të tjerë, po shpresojmë, nuk e dihet kur. Unë gjithmonë shpresat i kam noja, po punën time e kam edhe më të madhe, kështu që të shiqojmë. Rinë Moj, a ke mendu ndonjëherë bësh repere, apo do t'i qëndrosh besnike zhanrit tënd të baladave? Po, zakonisht ku më këndu ma shumë të balada, se më kam përshtat ma shumë të, ato muj me shprej djenat e mija të thellshëm, edhe ashtu kështot jam kogja një fralloj introverte, i bi mënyrën shumë sensitive në skenë kur bëhet fjallë për balad, por jam e gatshme edhe t'i provoj gjëra të reja, t'i provoj gjëra të reja, kështu që nuk i dihet kur se shka do të vjen, do shta do një tjetër balad, ose do shta diçka komplet ndryshe se çka keni parë tek unë. A i bie kjo që Rinën kena me pa në herë si repere? Po i do njerë, ku e din, unë besoj që di pak e së dhe të bëj rap. Kam bërë rap edhe të koncertin tim, finlandisht, kështu që nuk i dihet kur.
Për fund, Rina Janizi na zbuloi se në Kosovë përveç vizitës së familjarëve e solli edhe një punë mjaft interesante. Ajo së shpejti do të me një këngë të re e madje premton shumë për të ardhmen. E deri atëherë shumë suksese për të.